Gjirafa. Gjirafa është një gjytar me qafë dhe këmbë shumë të gjata. Qafa e saj mund të arrijë gjatësi deri në 2 metra. Gjirafa është një kafshë e urtë. Masa trupore mesatare për një gjiraf mashkull të rritur është 1200 kg, ndërsa masa mesatare për një femër të rritur është 830 kg. Femra është parafërsisht 4,3 metra, ndërsa mashkulli 5,2 metra, megjithse gjirafa më e gjatë e regjistruar ndonjëherë ka qenë mashkull 6 metra. Gjirafat zakonisht banojnë në savana, toka me barë ose pyje të hapur. Megjithatë, kur ushqimi është i pakët, ato guxojnë të hyjnë në fusha me vegetacion të dendur. Gjirafat preferojnë zonat ku rritet akasia. Pinë sasi të madhe të ujit kur e kanë në dispozicion, gjë e cila u mundson atyre të jetojnë për periudha të gjata në zona të thata. Gjirafa e përdor qafën e saj të gjatë për të arritur gjethet e pemëve dhe për të ushqyer me to. Një gjiraf mund të hajë 29 kg gjethe për ditë, por mund të mbijetojë edhe me 6,8 kg. Shtatzania e gjirafës zgjat rreth 450 ditë dhe zakonisht lindin një gjiraf të vogël, por në raste të ralla lindin edhe binjak.